e përbashkët në lidhje me arritjen. Ambasadorët do të shërbejnë edhe njëherë si arbitra dhe garant të reformës zgjedhore. Në një tryez për financimin e partive politike të organizuar nga Komisioni për Reformën Zgjedhore, ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ambasadori i OSBE-s vendosën piketat se ku duhet të fokusohet puna për reformën elektorale. Reforma zgjedhore duhet të garantojë pluralizmin politik dhe të sigurojë një fushë loje reale dhe të barabartë për të gjithë aktorët politik. Kufiri midis shtetit dhe partisë duhet të përcaktohet shumë më qartë. Duke qenë se zgjedhjet vendore janë planifikuar për pranverën e vitit 2027, koha është vendimtare. Reforma efektive ka nevojë jo vetëm për përmbajtje cilësore, por edhe të miratohet në kohën e duhur për të siguruar zbatimin kuptim plot të saj. Reforma zgjedhore është një prej detyrimeve që Shqipëria ka në procesin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe ligji për financimin e partive politike është një prej çështjeve të para që duhet të marrë zgjidhje. Këtë vit ka një fokus të fortë për të siguruar që Shqipëria të zbatojë në mënyrë efektive strategjinë e saj kundër korrupsionit dhe fusha si prokurimi publik duhet të kenë të gjitha garancitë e nevojshme për të siguruar që donatorët e partive të mos shpërblehen me kontrata qeveritare përmes proceseve të prokurimit jo transparente apo dhe më keq të manipuluara. Dy bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Ort Bylykbashi, sqaruan risitë që ky ligj do të sjellë. Që duhet gjejmë një balans shumë qartë që realizohet në fundit, transparencë për burimet, mirë organizim, kontroll, auditim të pavarur, transparencë në përfundimin e auditimit dhe të gjitha të parandalojmë ato fenomene që mund të quhen ndikime të paligjshme në jetën politike demokratike të një vendi. Siç mund të jenë financime nga burime që të papranueshme, qoftë nga bota kriminale, qoftë nga interesa biznesit të lidhura me pushtetin, po qoftë edhe nga fuqitë huaja që shpeshherë kemi parë në vende të tjera. Besoj ndajmë të gjithë një mendim, transparenca është një element të rëndësishëm që partitë politike të funksionojnë në mënyrë demokratike dhe duke shmangur korrupsion. Duke shmangur jo vetëm korrupsionin, po dhe influencat kriminale apo influencat e faktorëve të tretë të huaj të cilët kanë synim të ndërhyjnë në sistemin demokratik shqiptar. Ligji për financimin e partive politike është një prej çështjeve ku ndasitë mes mazhorancës dhe opozitës nuk janë të forta dhe miratimi me konsensus është i mundshëm.